Значи та е до април мислам дека беше. Deri në prill të vitit 2016 duhet t'i plotësonin standardet. Ajo ishte vendimi i qeverisë Qusol para 2 viteve. Përderisa ajo nuk respektohet, do të merren masa ligjore. Këtë deklaratë zëvendës kryeministri Peshevski e kishte dhënë në dhjetor të vitit të kaluar, i pyetur se çfarë do të ndërmerret nëse kombinati metalurgjik Jugorom nuk përmbush standardet ekologjike. Kaloi edhe ky afat dhe deri tani nuk është plotësuar kushti kryesor siç është vendosja e filtrave për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit. Afati tjetër shtesë dhënë nga qeveria është 31 tetori i këtij viti. Ish kryeministri dhe kryetari i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski theksoi sot se kësaj kompanie për plotësimin e standardeve do ju duhet së paku edhe 1 vit. E fundit e cila ka filluar investimin është Jugohromi Jugonovcës, investimi i cilës pritet që të përfundojë vitin e ardhshëm edhe është në zhvillim e sipër. Edhe pas disa tentimeve, TV21 nuk arriti në asnjë mënyrë që të bie në kontakt me ministrin e mjedisit jetësor Bashkim Ahmeti. Përgjigje nuk arritëm të marrim as nga drejtuesit e Jugohrom, por ai që inicoi protestat e vitit të kaluar kundër ndotjes së ajrit në rajonin e Tetovës, Arjanit Xhaferi nga Ekuguerilla, thotë se ministrat e mjedisit nuk kanë fuqi vendimmarrëse. Ministrat e mjedisit që kanë qenë deri tani, të gjithë kanë qenë të një mendje në atë që kanë thënë do e mbyllim Jugohromin nëse nuk plotëson kushtet. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur për shkak se roli i tyre, me sa duket në qeveri, është thjesht roli një figure, domethënë nuk kanë fuqi vendimmarrëse, me sa duket nuk kanë ndonjë impakt tek ajo që ata quajnë partner koalicioni, domethënë tek VMRO dhe DPMNE-ja. Sipas analizave të bëra nga organizata Ekuguerilla, Jugohromi qiellin e Pollogut e pasuron me 30 ton pluhur kancerogjen në ditë, ndërsa me vendosjen e filtrave vetëm 800 kg pluhur në ditë.